Ky është momenti kur efektivet e policisë arrestojnë 2 shtetas të cilët po trafikonin 12 emigrantë të paligjshëm. Këta shtetas janë kapur në flagrancë nga shërbimet e policisë në Kukës duke transportuar me 2 automete 12 emigrantë të cilëve, kundrejt shpërblimit monetar, ju kishin premtuar transportimin nga kufiri grek me qëllim kalimin e tyre në pikat kufitare me destinacion final vendet e BE-s. Specialistët e seksionit të hetimit të trafiqeve të paligjshme sekuestruan 2 automete dhe 2 aparate celulare të personave të arrestuar. Sjellim në vëmendje se në vitin 2024 janë evidentuar 6.630 emigrantë të parregullt në territorin e Shqipërisë, ndërkohë për gjatë vitit 2025 kjo shifër është kurrur në vetëm 1.540 emigrantë të paligjshëm, referuar statistikave që MCN disponon nga policia e shtetit. Megjithatë, edhe pse flukset migratore që zgjedhin Shqipërinë si vend tranziti për të kaluar në drejtim të vendeve të BE-s kanë ardhur në ulje nga viti në vit, qeveria ka parashikuar hapjen e qendrave pritëse për strehimin e emigrantëve të paligjshëm në Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë.